Vendimi i qeverisë për uljen e akcizës pritet të sjellë çmime më të lira të derivateve të naftës në treg. Kryeministri Hristian Mickovski tha se vendimi i qeverisë mundson Komisionit Rregullator të Energjetikës që të vendosë çmime 4 denar më të ulta për litër të benzinës dhe 2 denar për dizelin. Vendimi i qeverisë praktikisht i mundësuam Komisionit Rregullator për Energjetik t'i ul akcizën për dizelin 4 denar për litër kurse për benzinën 2 denar për litër. Gjithashtu, personalisht kam biseduar edhe me udhëheqësinë e Oktas në Shkup dhe arritëm të sigurojmë afat kohor për 1 muaj për ato 3 denar për litër dizel dhe 2 denar për benzinën kur e gjithë kjo të hyjë në funksion. Për benzinën duhet të kemi çmim edhe më të lirë nga ajo që është tani, ndërkohë për dizelin nuk do duhej të ketë rritje të çmimeve në pompa të caktuara. Pavarësisht rritjes së çmimeve, Mickovski kujtoi se konsumi i naftës është rritur nga 1.5 milion litër në 2 milion litër në ditë. Pavarësisht faktit se është rritur konsumi, kryeministri tha se nuk ka nevojë për kufizime, sepse siç deklaroi, Maqedonia e Veriut ka rezerva të mjaftueshme të derivateve të naftës. Sa i përket sasisë dhe rezervave, jemi stabil, kemi mjaftueshëm, nuk duhet të kemi frikë, është rritur konsumi nga 1.5 milion litra në ditë në 2 milion litra. Kemi presion në pikat të caktuara kufitare, e vazhduam edhe më tutje masën për uljen e TVSH-s nga 18 në 10% me të vetmin qëllim që të ruajmë standardin e qytetarëve. Qëllimi ynë është që të jemi faktor stabiliteti. Kryeministri deklaroi gjithashtu se qeveria po mendon edhe për kufizimin e çmimeve dhe uljen e tatimit të vlerës së shtuar për produktet bazë ushqimore, por tha se nuk do të marrin vendime nën presion, të cilat sipas tij mund të jenë edhe të gabuara, siç vendime të gabuara kishte marrë qeveria e kaluar.